Të dhënat nga censi 2023 në 61 bashki mbi gjendjen civile zbuluan se mesatarja kombëtare është 11-12 divorce për 1000 banor, teksa 28 bashki rezultuan mbi këtë mesatare. Një tërësi faktorësh çojnë në divorc si papjekuria, emigracioni, ekonomia, arsimi, dhuna në familje, traditat. Në Lushnjë rastet e divorcit mbahen në një konstante të qëndrueshme, thot kryetari i dhomës së avokatisë Lushnjë Kozmajano. Situata e krijuar në gjykatë në shkallës parë jurisdiksion të përgjithshëm tjerë në lidhje me të gjitha problemet që kanë lindur sipas kodit të familjes, por sidomos këto që kanë të bëjnë me martesat, me zgjedhjet e martesave ose divorcet, siç shprehemi në gjuhën popullore, janë raste që janë mbajtur në një konstante prej disa vitesh. Ka shkaqe të ndryshme që kjo konstante është ruajtur, për faktin se emigracioni ka bërë punën e vet, gjendja ekonomike këtu ka bërë punën e vet, si dhe mosmarrëveshjet i lidhin ndërmjet çifteve. Por duke i konsideruar zgjedhjen e martesës si thuaç një rregullator për të ardhmen e një çifti të krijuar ishtazi, kuptohet që fakti që zgjedhja e martesës që bëhet përpara gjykatës dhe krijimi i një martese të re, se padyshim do krijohet një martesë e re, ka të bëjë me atë rregullimin e të gjitha pasojave që vijnë nga martesa e parë.